Përshëndetje dashur miq, ja ku ritakuam përsëri. Jam këtu me Altin Rexhepi, i cili është menaxher projekti në kompaninë e ndërtimit Salillari. E kam ftuar Altinin sepse do doja të kuptoja më shumë lidhur me pozicionin e një menaxheri projekti në kompaninë ndërtimi. Është shumë dinamik si pozicion dhe le ta dëgjojmë atë në rrugtimin e tij. Altin, faleminderit që e pranove ftesën time për të na dhënë eksperiencën tënde, si dhe për të na zbuluar disa nga sfidat, disa nga mësimet, disa nga elementet të rrugëtimit të një menaxheri projekti. Mirë se gjeta, që kënaqësi. Unë doja të pyesja në fakt cili ka qenë rrugëtimi jot i karrierës deri në fazën që ti në këto momente je menaxher projekti në një firmë kaq të nderuar ndërtimi. Ashtu është e vërtet. Me thënë të drejtë, në udhëtimin jon i çdo njerit ndikohet kryesisht nga prindërit. Domethënë nga profesioni i prindërve. Edhe babai im ka qenë inxhinier mekanik dhe detyrimisht duke qenë të orientuar në shkollë tek shkencat e natyrës, përfshirë eksakte, u orientova drejt inxhinierisë, domethënë. Po. Mekanika ishte një industri që në kohën që ne konkuruam, flasim për 94, domethënë, ishte në rënje, gjithçka në kohën post-komuniste u zerua, thuajse gjithë ndërmarrjet filluan të shpërbëheshin, të shiteshin pjesë të tjera. Dhe kështu që menduam që do të ishte më mirë të konkuroje tek të tjera të inxhinierisë. Dhe fatmirësisht unë me anë të konkursit fitova tek kjo degë, e cila ka qenë një degë e vështirë, dhe mbetet akoma e vështirë, por që ja doni me sukses, duke përfunduar dhe temën e diplomës në Francë, në Paris. Me anë të programit Tempus që ishte në atë kohë dhe pastaj dorën në profesion, si më thënë. Po, mund më thuash pak si kanë qenë vitet e para në profesion si inxhinier ndërtimi dhe çfarë të ka bërë ty të mësosh më shumë? Vitet e para kanë qenë të vështira, realisht, por do të thojë që një inxhinier duhet të ketë dhe pak fat në jetë, duhet të jetë patjetër i përgatitur në të gjitha drejtimet e teknike dhe social, po dhe me gjuhë të huaja në atë kohë që unë përfundova, që ishte edhe hapja e Shqipërisë pas 97-s, domethënë, duke marrë dhe fondet huaja. Por fillimisht unë nga filluar në shtet, me thënë të drejtën, paga fillestare, në kjo për të krijuar atë idenë se sa e vështirë ka qenë fillimi, ka qenë diku tek 13.000 lekë të reja. Po. Si specialist që merr. Në çfarë viti ka qenë? Në 1999. 99, më kuptoj. Por pasaj, se thua fati ishte në anën time, po, jo vetëm fati. Pasur fati. Jo vetëm fati. Po. Jo vetëm fati. Edhe puna jote. Jo, domethënë unë isha në pak të inxhinier në atë kohë, tani janë shumë që zotëroja disa gjuhë të huaja. Dhe kjo ra në sy të disa konsulentëve të huaj që kishin nevojë për një zëvendës inxhinier rezident në Korçë, dhe kështu që më propozuan mua direkt dhe unë sigurisht pranova sepse një inxhinier formohet duke kaluar nga terreni. Dhe kjo më interesonte shumë, përveç se pagës ishte goxha mirë në atë kohë. E pëlqen terreni, Altin? Po. Por mua më pëlqen shumë kombinimi i zyrës me terrenin, sidomos në moshën që unë kam tash që nuk është e nevojshme që zgjidhja të jepet në terren. Zgjidhja jepet edhe në zyrë, edhe në terren. Edhe në të dyja rastet. Duke e kombinuar në pozicionin e menaxherit. Ka inxhinier që nuk rrin dot në zyrë, rrin vetëm në zbatim. Në terren, në zbatim. Edhe janë të mirë në atë që bëjnë faktikisht. Po. Në sajt inxhinierët që mezi kërkon inxhinierët e kantierit. E kantierit, ose drejtorët e kantierit. Ne kemi një organizim ndryshëm, edhe e vërtetë është. Nga kompanitë të tjera jemi goxha. Dhe më pas në terren si teknik që ju nisët, si vijoi rrugëtimi juaj? Kryesisht me projektet huaja, domethënë. Po. 5 vjet qëndrova me këtë kompani që më mori domethënë në Korçë. E pastaj kam kaluar edhe në zbatim
në kompani zbatimi, jo në zbatim. Prapë në menaxhim projektesh. Dhe e kombinuar sepse tregu i punës në Shqipëri edhe me projektim, rrugës janë marrë një pjesë kohe me zbatim dhe me supervizon. Ka qenë kombinuar sepse tregu i punës në Shqipëri është i tillë që nuk është i qëndrueshëm. Dhe cilat janë kompanitë më kryesore me cilat ke punuar deri tani, nëse mund të përmendje disa? Po, patjetër që mund t'i përmend. E para ishte kjo kompania franceze huaj, që është pjesë e Aegis Group, që quhet në Francë. Në atë kohë quhej Stataroute International. Kam punuar me Roughton International, që është kompani britanike shumë prestigjioze. Kam punuar pastaj me kompani shqiptare siç është Alpstari, edhe kompani të tjera me Selenarin. Kam punuar me Irdën, që është një kompani italiane shumë prestigjioze në rajon, po edhe pak më gjerë. Edhe me kompani më të vogla faktikisht. Po. Cilën eksperiencë do veçoje si më domethënëse dhe pse? Domethënëse në çfarë kuptimi se? Që të ka lënë ty më shumë mbresa dhe të kam dhënë mundësi për më shumë projekte. Po, sigurisht që puna e parë është ajo që më ka dhënë mundësi për më shumë projekte. Pasi ishte projekti huaj dhe kishte të bënte me rrugët. Po. Dhe duke krijuar një CV tek rrugët, unë kam mbaruar faktikisht inxhinier strukturisë, do të më ndajmë disa dek. Do të thënë inxhinier përgjithshëm, inxhinier transporti, inxhinier hidro, ka shumë struktura që është pjesa më e ndërlikuar, si më thënë, por nuk më çdo rast të punoj në këtë fushë. Pra, puna parë që ishte me projektet huaja dhe me rrugët, më profitizoi për të vazhduar në atë rrugë. Por ka qenë dinamike faktikisht, sepse shumë duke qenë tek rrugët dhe duke punuar me Komisionin Evropian për rrugët në një periudhë, mua ofruan se të punoj Karpsaj që kishte dhënë me ushtrisë kanalizime dhe mi pjante pastrimit të Rezeza, që edhe kjo dha një ishte domethënëse si hap. Po, pasi ishte, si më thënë, era parë që punoja për kontraktor dhe mora dhash dhe mora goxha. Sa vjet qëndrove në Alpstar? Gati 2 vjet. Gati 2 vjet. E kuptoj. Unë kam pas një eksperiencë në të njëjtin grup, gjithashtu, prandaj kam një respekt të madh në kur bëhet fjalë për grupin Alpstar. Pyetja ime është dhe ka të bëj pak me terrenin. Ne përmendëm pak inxhinierin e terrenit, mua më ka rënë rasti në punën time, sigurisht në kompaninë që të përmenda, në kompaninë Viptis, më ka rënë rasti të punoj, intervistoj dhe informoj pak më shumë i profesionin tuaj dhe të informoj shumë inxhinier. Do doja të dëgjoja nga ju si është kur hapim një kantier të ri dhe ti aktualisht je në zotrim të disa kantiereve. Kur ne hapim një kantier të ri, inxhinieri i cili është drejtues i kantierit, çfarë duhet të ketë parasysh dhe çfarë është e rëndësishme të ketë parasysh? Kjo ka të bëjmë shumë me kompani ku ti je. Pra te kompania ku unë tashmë jam, tek Salilari, pjesa e fillimit të kantierit është shumë e organizuar. Pra ti ke ndihmë nga shumë sektorë për fillimin e kantierit. Kam qenë në kompani tjetër, një greke, që kishin një kontraktor shqiptar, dhe aty edhe në ngritjen e kantierit, tek projekti Lungomarës që kam qenë pjesë, e kam bërë nga zeroja. Dhe kjo ka qenë shumë e vështirë. Në Salilari si bëhet? Po, ka eksperiencë gjatë në ngritjen e kantiereve, dhe ka grupe pune të caktuara, ka logjistik, ka mekanik, ka makineri, ka një strukturë menaxhuese ose drejtuese, menaxhuese më ne, por drejtuese që mendon se si të organizohet kantieri. Vuar që tek makineritë që do mobilizohen, pavarësisht se ato i nxjerrin ne si projekt menaxher, po burimet e makinerive njerëzore, zyrat, domethënë fjetjen ose domethënë akomodimin e punonjësve etj. Pra, kjo nga madhësia e një kantieri, në përgjithësi. Po, varet nga madhësia e kantierit, ashtu është. Varet nga madhësia e kantierit.
kur do hapet një kantier, sa punonjës zakonisht ose inxhinier ndërtimi teknik, terreni duhen? Kjo është pyetje që duhet të ketë saktësi. Duhet të ketë saktësi, matësi projekti, po, ka të bëjë masinë e projektit, ka të bëjë me sa e komplikuar është projekti dhe e fundit çfarë afati ka projekti. E kuptoj, dhe sa shpejt, pra mund të mobilizohen më shumë njerëz në raste ku koha është më e shkurtër. Pra ne kemi pasur raste që një projekt nuk ka pasur fonde mjaftueshëm. Dhe fillon ndalo. Dhe njerëzit me shumë vështirësi kemi menaxhuar. Po. Pra në këtë raste është vështirë ti mbash. Kurse ke një kantier të madh, duhen të paktën një drejtor kantieri, 2 inxhinierë kantieri nëse është me komplekse puna, një topograf, 1 ose 2 topograf, 1 ose 2 teknik ose 3 teknik varësi të punës gjithmonë. Ndërtim. Si staf, një menaxher cilësisë që duhet të jetë patjetër një që merret me proponimin e projektit, do ishte shumë mirë. Po. Shumë mirë. Një oficer i sigurisë në punë që edhe ai duhet të jetë shumë i përgatitur. Edhe stafet të tjera është mbështet logjistikë, domethënë logjistika, magazina, ekonomisti që duhet të jenë në kantier ta. Të gjithë do ishte mirë domethënë. E kanë të gjitha kompanitë shqiptare oficerën e sigurisë në punë dhe e vënë në përdorim siç duhet në mënyrën e duhur, si mendon? Nuk mund ta them sepse nuk i njoh gjithë kompanitë shqiptare, por në kompaninë tonë bëhet një punë e jashtëzakonshme për të patur sigurinë kantier. Pra çdo mëngjes përgatitet work orderi nga oficeri i sigurisë në punë në mënyrë trajnimi çdo mëngjes, domethënë përsëritet trajnimi çdo mëngjes në çdo kantier dhe kemi departament veçantë për sigurinë, ashtu si ka mund ta ketë kompani të tjera të mëdha, po nuk dua të përmend emra sepse tashmë i përmendet, por edhe ligji në Shqipëri dhe strukturat shtetërore kërkojnë një mobilizim më të madh, shumë më të madh se s'ka pasur temin e para 10 dhe 15 vjetësh për sa i përket sigurisë në punë. Ne kemi eksperiencë edhe me investitorë ndërkombëtar, siç është Shelli për shkakun që për një kantier shumë të vogël, që kompania jonë ka shumë të thjeshtë, kemi plotësuar standarde si në Europë. Sa mirë. Po, është vërtet. Shumë mirë. Ke patur dhe ambulancën dhe mjekun e vendosur në kantier. Nga eksperienca juaj, cilat janë sfidat më të mëdha që hasen si një projekt menaxher? Pyetjen unë kam në përgjithësinë e inxhinierëve kemi shumë eksakte. Të vështirë të përgjigjen pyetjes sepse i duan pyetjet eksakt, sa më eksakte. Kjo ka bëj prapë me masinë e objektit, me sa njerëz do përfshihen etj. Por sfidat më e madhe për mendimin tim për çdo objekt është, pra sa vite ke ti në kompani e tjerë janë faktorë këto, është sfida më e madhe është sfida me njerëzit. Pra në Shqipëri menaxhimi i tyre apo komunikimi e para gjetja e njerëzve. Identifikimi, ka problematik në rekrutim, pra identifikim talentesh të nevojshme apo specialistë. Të rinj ose ata që ke, pastaj menaxhimi atyre që ke. Po. Pastaj trajtimi atyre që ke. Mbajtja. Mirëmbajtja. Kjo është kryesore. Pastaj ka dhe sfida të tjera që kanë bën për shembull në Shqipëri ka pra në një projekt ndërtimi ka është fuqia punëtore, është baza materiale dhe makinerit. Po. E nisim tek fuqia punëtore ose burime njerëzore. Dalim tek makinerit që në përgjithësi i kemi tek kur vim ke materialet, ka një mungesë materialesh të caktuara që mund të jenë kritike për një objekt, që mund vinin nga shtetet. Si mund të shmanget kjo? Kjo është sfida. Koha e sjelljes apo fondet ndonjëherë? Koha e sjelljes është kryesore. Koha e sjelljes është më e gjatë. Koha e sjelljes. Nuk është problemi tek koha e sjelljes, problemi është tek prodhimi. Pra ai do ta prodhoj, nëse nuk e ka, mund të jetë specifik, që kryesisht bota punon me urdhra pune, pra ti jep një urdhër, ai s'mund ta ketë. Ai mund të jetë një kompani që merret vetëm me prodhimin e hekur, po marr një shembull banal. Por ka dhe një kohë prodhimi. Ka një procedurë, biles në raste të ndryshme, për shembull, ne na kanë rastësitur shumë shpesh që 2 muaj është kohë e prodhimit. Jo, ja të them diçka si puna prodhimit. Nëse ti e do për 1 muaj, thotë ai,
furnitori, kushton 5 lekë. Nëse ti e do për një muaj, nëse ti do për 6 muaj, kushton 5 lekë. Nëse ti e do për 1 muaj, kushton 20 lekë. Po. Që mirë është ti të marrësh kohë ti. Ka bëj. Po e drejtë është, Edhe ka sens. Ka sens. E kuptoj, pra sfidat ne thamë në burime njerëzore. Po. Disa herë në makineri ose në materiale. Pak në makineri, po, kryesisht në burime njerëzore dhe në materiale, domethënë. E vërtet. Po, ky që i thash është menaxhimi i burimeve njerëzore. Dhe si e keni zgjidhur ju këtë në burime njerëzore? Ne kemi një departament që merret me burime që hasni vështirësi ju në terren? Kemi vështirësi për zgjedhjen e njerëzve dhe për menaxhimin e njerëzve. Pastaj këtu hyn edhe kultura familjare, edukata që kanë çdo person. Dhe nganjëherë jemi detyruar domethënë një detyruar dhe njerëzit nuk ka shumë tani këtë kohë, je detyruar të marrësh të njerëz që pavarësisht se nuk kanë qëndrimin e dur, bëjnë punën, domethënë arrin bëjnë punën dhe ti duhet të pranosh edhe këta njerëz, domethënë. Pyetja ime ka të bëjë me teknologjinë pak. Si ka ndikuar teknologjia dhe inovacioni në industrinë e ndërtimit? A ke ndonjë shembull konkret në projektet që ke në lidhje me teknologjinë? Unë do të jap një shembull që edhe më zgjatet pak, që më ka dhënë një inxhinier i vjetër. Shikoja këto manualin e çmimeve që ka nxjerrë shteti shqiptar, e ka updaton her pas here. Ka një manual për çmimet në ndërtim. Po. Nuk di sa janë informuar. Edhe kishte një zë këtu tek ky manual. Shpim me sonda UKS. Unë kohës që kam punuar s'kam s'ke hasur. Dhe pyesën inxhinierin e vjetër, ky është tani duhet të diku 85, diçka tjetër. Por ç'është kjo? Pse ka shumë ky proces pune për shpimin e një sonde, ndërkohë që sondat tash pilotët ose sondat punojnë shumë shpejt në shpimin e pilotëve. Pa leme gjë, to janë kohës 65 më kanë ngel akoma këtu. Ne me këtë sondë shtyrim 3 muaj thoshte, hapim një pilotët për 3 muaj thoshte. Po. Pastaj më këtu e kanë ngel aty thotë manual. Se nuk është marrë njëri më me manualin. Jo, teknologjia si ka ecën. Nëse ajo pilot ose ky shpim tani bëhet për varësi të gjeologjisë, bëhet për 1 orë, gjysore, çerekore, dikur bëhet për 3 muaj, e kupton? Po pra. E ka zhvilluar. Pra, kemi teknologjinë në lidhje me makinerinë, por ke teknologjinë në lidhje me software-et që përdoren. Po. Para që kanë përdorur janë amerikanë, kuptohet, software-et e projektimit. Dhe kjo ka ecur goxha. Kjo teknologji duke futur programe që bëjnë, domethënë, pothuajse çdo gjë në krahasim me ato që ne mësojmë në shkollë, domethënë. Pavarësisht se teorikisht ti duhet të dish, por kur vjen puna te praktika, kompjuteri bën shumë gjëra, AI domethënë bën shumë gjëra. Dhe me një precizion më të madh se sa dorë, apo jo? Absolutisht po. Absolutisht po. A i kalkulon sot teknologjia më mirë pjesën e materialeve dhe pjesën e lëndës parë të shkuar dëm, pra? A i kalkulon më mirë? Po flas vetëm për programet që merren me llogarinë e strukturore të godinave. Nuk po hyj të tjera. Si hyn të tjera, se s'ka dhe kohë, drejt. S'kemë dhe kohë, pra. Nëse ne kur projektonim dikur me dorë, mund të rrinim një javë për një detyrë kursi që është një ramë shumë e thjeshtë, s'kam si ta shpjegoj tani unë. Ramat janë shumë të thjeshta. Programi të jep ka programe sot opsione që të zhvillojnë një matricë për struktura komplekse që ne kemi parë këtu në Tiranë, që janë zhvilluar dhe me precizion maksimal dhe me kursim të lëndës parë. Të lëndës parë. Duke të zbërthyer hekurin, betonin, stafat, mbi vendosjet e tyre edhe në 2D, po edhe në 3D tashmë. Pra, teknologjia e BIM që quhet në botë. Cilat janë gjuhët e programimit ose në këto momente programet e përdorura më së shumti nga inxhinierët dhe project managerët në ndërtim? Po, varet. Pra, po i jep disa të zakonshme. Për projektim, ka program projektim rrugësh, si në Rodsi ose Civilkadi. Pastaj ka për projektim strukturës që janë Tekla, ka projektim ujësat kanalizime si është WaterCadi etj. Po. Kurse ka dhe programe menaxhimi, që është
MS Project ose Primavera që bëjnë parashikimin e punimit ose grafikën e punimit shumë. Po, që e detajon. Përdorni ndonjë në këto momente, cilin je duke përdorur? Po, unë Primaverën e kam si një të fundit që kam përdorur dhe që më kërkojnë te një projekt që kemi me të huajt. Edhe Civilcat Impact, domethënë. Sigurisht AutoCAD është më shumë tip mjeti, nuk është llogaritës. Si plasim. Si i menaxhoni bashkëpunimin në kantierë të jashtë të ekipeve, të inxhinierëve, me arkitektët, me teknikët, të gjitha që ti përmende, si arrin të menaxhoj një menaxher projekti si ju? Shiko, çdo njeri ka ato karakterin vetë, hallat e veta kur i thon. Edhe për mua nëse ti drejtohesh me mirësjellje çdo njeriu, të paktën ke mundësinë që në 90% rasteve të marrësh një përgjigje me mirësjellje. Pra komunikimi. Komunikimi është kryesor, vërtet. Unë në fillimet e mia nuk kam patur, domethënë, këtë lloj qasje ndaj komunikimit, por me kalimin e kohës dhe duke pasur në kurriz, domethënë, projekte më të mëdha, kam kuptuar që gjuha e komunikimit është shumë e rëndësishme dhe ti bësh të tjerë të ndjenë mirë. Secili ka të drejtë të thotë mendimin e tij dhe në shumë raste unë kam rënë dakord edhe me mendimet e tyre, pra e ke marrë mendimi, ke dëgjuar. Patjetër. Po, patjetër. Se zgjidhja që mund të japë një kantier mund të jetë më efektive se ajo që ke në ndërmend ti. Për momentin. E kuptoj. Kështu që nëse ekziston dëshira për bashkëpunim, dhe për ta parë tjetrin si koleg, mendoj që çdo gjë mund të zgjidhet. Dhe tek kompania ku jam ka goxha marrëdhënie pozitive në gjithë departamentet, se ne kemi shumë departamente në kompani. Jo përmend një, logjistikën, prokurimet, juridikun, financën. Pra në bazë ngelet komunikimi dhe marrëdhëniet njerëzore, pra ngelet ajo pjesa humane brenda. Ashtu është. E ti bësh të tjerë të ndjejnë mirë në punë. Nëse do të marrësh rezultat një personi, duhet ta bësh ndjehet mirë. Po. Dhe ti japësh hakun. Ti japësh hakun secilit në sensin të ti jesh i drejtë në gjykim dhe në. Patjetër. Ti jesh i drejtë në gjykim. Po disa nga gabimet më të zakonshme që mund të ndodhin në menaxhimin e një projekti, që rezultojnë me problematika të mëdha ose cilat mund të jenë? Gabime, kur punon bën gabime, pra si ajo shpreha që kur ha do bësh edhe thrime. Po. Por gabimet varen shumë nga ngarkesa që ti menaxhon. Pra, flasim për një që është i përkushtuar, se një person që nuk është i përkushtuar bën gabime vazhdimisht me pasoja. Po kryesisht domethënë unë do të thoja që nëse ti ke një projekt të detajuar, të mirë detajuar, që këtu tek ne mungojnë në përgjithësi, kjo është baza për të mos bërë gabime. Pasi nëse projekti ka gabime, atëherë dhe ti ke tendencë të bësh gabime. Për shembull, jap një shembull konkret. Kam një projekt tash në dorë, një objekt. Ne e quajmë objekt, jo e quajmë projekt, se ne projekti themi aty në mënyrës projektimit dhe asaj që nxjerr zero projekti. Një objekt. Dhe te ky objekt ka një projekt i cili ka llogaritur sasinë e hekurit që do të përdoret në kantier. Dhe faktikisht nuk ishte aq i detajuar. Duhet një kombinim i mirë i fletëve të projektit me raportin e armaturës, që të gjykoje mbi sasinë totale të hekurit, por kjo sasi totale e hekurit ishte një porosi prej disa milionë euro. Bënte diferencë në koston totale. Ishte disa milionë euro, pra ti nëse unë bëj një gabim, ta zëm 100.000 euro, gjithë stafi ekonomik, juridik s'po bëj çka. Thotë, "O, ç'është ky gabim 100.000 euro, 100.000 euro për 3 milionë euro."
nuk është gabim se ai ekur të përdor nes pacientë, asëm se kam bërë gabim, se nuk e kam bërë gabim, po mund ta bëja gabim për arsye se nuk ishte detajuar. Po. Shumë sakt. Hekur, po e kishte lënë, si më thënë, me pjesë ripërsëritësh. Ti duhet të gjej pjesë ripërsëritësh, gjej këto llogarinë totale që mos bëj gabim. Po ndërkohë që mund bëj siç duhet. Mund ta bëj edhe gabim. Sasi se Kosova sa është shumësohet me çmimin e si. Po. E vërtet. Pra, kryesisht po pa një projekt të detajuar, tenton mos bësh gabime. Më gjithashtu duhet kombinuar edhe me shumë mirë me specifikime teknike. Pra, materialet që përmenden në projekt duhet të jenë të mbuluara me specifikime teknike dhe me preventivin, se nëse ti, siç na ndodh jashtëzakonisht shpesh në projektet tona, nuk kombinojnë këto treja, atëherë ti ble një produkt që e ke në projekt, por nuk e ke të mbuluar në preventiv. Ose e ke me zë tjetër në preventiv. E kjo pëse për plasje. Nëse ti je i paqartë që në fillim, duhet ta qartësosh të pastaj bësh porosin, për ndryshe bën gabime. E vërtet. Pastaj janë ato gabimet e tjera që thashun punë marrëdhënie njerëzore që nuk po i futemi, po flasim nga ana teknike. Anën teknike. Unë kam një pyetje në fakt. Mua më ka rënë rasti në rekrutim të rekrutoj inxhinier dhe të shoh që kompanitë në Shqipëri sot, kompanitë më të mëdha me projekte prestigjioze kërkojnë standardet FIDIC. Dhe unë do doja të më tregoje çfarë është një kontratë FIDIC, çfarë janë Red Book, Yellow Book, dhe çfarë janë këto standarde. Prapë pyetja është shumë e gjerë që. E gjerë është, e di po. Dhe unë nuk mund ta tregoj FIDIC-un për cilin bëhen disa muaj trajnim ose varet sa thellë të tysh me 2-3 minuta. Po. Gjithsesi, FIDIC-u është një manual kontraktual për të menaxhuar projektet në ndërtim. Për mua është shumë i mirë, pasi nuk le hapësirë për abuzime. Pra është një standard. Kontratë standard. Që e ka nxjerrë Federata Ndërkombëtare e Inxhinierëve të Ndërtimit me bazë në Zvicër. Po. I kuqi është ai që bazohet tek punimet me libreza masash, pra me volume. I verdhi është me celcandor. Po. Është tentuar të bëhet ose është realizuar pak a shumë Yellow Book në projektin e që kanë marrë pjesë tek Rrshen Kalimash. Po. Me disa modifikime dhe ja kemi dalë. Ka disa projekte të tjera që kanë qenë me Yellow Book, por shumica janë me Red Book. Projektin e parë që kanë patur me të dy projektet, edhe në RRSH dhe në. Pra, ka dy standarde bota që përdor FIDIC-un, që është manuali i kontratave. Manuali i kontratave FIDIC, po. Dhe CESMI është manuali i matjeve. Dhe i zbërtimit zërat punës. Këto janë dy bazat që ne në Shqipëri do të ishte shumë mirë nëse do të zbatonin. Nëse shteti jonë do t'i bënte bazë të projekteve të ndërtimit. Pa ka tentativa apo jo? Mira. Ka kohë që nuk punoj në shtet, nuk e ke këtë informacion, por në kompani private ndërtimi un kam informacion që projektet e mëdha, projektet me bashkëpunim me Bankën Botërore apo projekte ato imponon punëdhënësi. Me bankën gjermane apo imponon punëdhënësi. Po. Nuk kanë punuar në bankën gjermane, ato kanë standardet e veta. Po. Çfarë këshille do t'i jepi inxhinierëve të rinj që duan të ndjekin një karrierë në menaxhim në projekteve? Për këshilla duket sikur nuk do të duken. Po ju keni shumë eksperiencë, është një jetë e tërë në punë. Çfarë? Nëse do të kishe një të ri përballë teje, çfarë? Nëse do të kisha një të ri ose djalin tim, edhe djalin unë kam edhe vajzën e kam për inxhinier ndërtimi. Edhe këshilla e parë do ishte që të studionin mirë. Studionin mirë. E dyta të pajiseshin me shumë mjete që do t'i përdorin gjatë jetës, siç janë programet ndryshme që hynë punë shumë në inxhinier ndërtimi, që nga programet e gjeodezisë, të projektimit të rrugëve, të strukturave, të menaxhimit të afateve dhe kostove, të gjuhëve të huaja. Po. Edhe në mënyrë që të
Përveç kësaj, këto quhen hard skills. Po. Përveç kësaj do t'i orientoj edhe tek ajo që ne s'na kanë orientuar kur shkolla jon, te soft skills. Soft skills. Dhe të punojnë gjithkohës duke patur një shembull. Marrin shembull, punoj me shembull. Altin, unë falenderoj për këtë me shembull si njeri, po thoj. Po, e kuptoj. Të jam mirënjohëse për këtë bisedë, ishte shumë interesante, më ktheve mbrapa në kohën karrierën time kur punoja me inxhinierët dhe me projektet. Të dashur miq, isha këtu me Altinin, ishte shumë interesante gjithë biseda me të, gjithë mësimet që ai na tregoi nga jeta e tij, ato sfidat, ato elementet që hasen në punën në ndërtim. Siç u kam premtuar, unë ju sjell për herë historitë jetuara. Ne do të shihemi së bashku në puntatën e radhës dhe deri atëherë